Pas zgjedhjeve të nënshkurtit në Kosovë, vendi pati vështirësi në zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri dhe më pas në formimin e qeverisë së re. Pas shumë seanca, deputetët e Kosovës arritën të votojnë dhe të zgjedhin Dim Albashën, kandidatin e lëvizjes vetëvendosje si kryeparlamentarin e ri të vendit. Në seancën për zgjedhjen e qeverisë së re në Kuvendin e Kosovës, Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje, i mandatuar nga presidenti Vjosa Osmani, nuk arriti të fitoj votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Më pas, mandati për formimin e qeverisë ju dha Glau Konjufcës nga e njëjta parti, por në seancën e ndjeshme as ai nuk arriti të marrë votat e nevojshme. Pas këtij zhvillimi, presidenti Osmani i thiri në takim urgjent liderët e partive politike në vend. Osmani, pas takimit me liderët, njoftoi se ka shpërndar Kuvendin dhe se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në vend do të mbahen më 28 dhjetor. Këto do të jenë zgjedhjet e 6 të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë që nga pavarësia e vendit në vitin 2008.